10 persona kanë humbur jetën dhe rreth 100 të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre rënd, pas një zjarri që shpërtheu në një bar në Alpet Zvicerane gjatë festimit të vitit të ri. Helikopter dhe autoambulanca u nisën me urgjencë drejt vendit të ngjarjes për të ndihmuar viktimat, përfshirë edhe disa nga vende të ndryshme, thanë zyrtarët. Raportohet se shumë nga të plagosurit kanë djegje të rënda dhe repartet e kujdesit intenziv në spitalet lokale janë të mbushura, ndaj disa pacientë janë transferuar në spitalet e kantoneve të tjera. Komandanti i policisë së kantonit Valais, Frederik Gisler, konfirmoi se disa 10 persona kanë vdekur dhe se po punohet për identifikimin e viktimave dhe njoftimin e familjeve të tyre, por sipas tij, kjo do të marrë kohë dhe për momentin është e parakohshme të japi një shifër të saktë. Beatrice Pilot, kryeprokurore e kantonit Valais, tha se është ende herët për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Dëshmitarët e tragjedisë pretendojnë se zjarri është shkaktuar nga mjetet piroteknike. Mediat zvicerane publikuan deklarata të dëshmitarëve që thonë se kanë parë piroteknik dhe më pas kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm. Në natën e vitit të ri kishte shumë fishek zjarre, edhe pse ishin të ndaluara. Pastaj u dëgjua një shpërthim shumë i fortë. Pas kësaj dëgjova disa ambulanca. Rrëfeu një turist nga Londra për Blikun. Një 19 vjeçar ka deklaruar për 24 erë se mjetet piroteknike të vendosura mbi një shishe me pije kanë shkaktuar zjarr në tavanin e barit. Sipas tij, tavani u përfshi shumë shpejt nga flakët, gjë që çoi më pas në panik dhe vrapim drejt daljes nga salla ku ndodhej në bodrum, ku arrihej përmes shkallëve që çonin në një korridor. Andrea Eklesi, pastruesi ndërtesës pranë barit, i cili priti banorët e evakuar të godinës ku ndodhej bari Le Constellation, dëshmoi se njerëzit bërtisnin pa mtym të zi, era ishte e tmerrshme. Zyrtarët e përshkruan zjarrin si një përhapje të menjëhershme dhe të plot, një term zjarfikës që përshkruan mënyrën se si zjarri mund të shkaktojë çlirimin e gazrave të djegshëm, të cilët më pas mund të ndizen dhunshëm. Kjo mbrëmje duhet të ishte një moment feste dhe bashkimi, por u shndërrua në një makth, tha kreu i qeverisë rajonale Matias Renart. Të plagosurit ishin aq të shumtë sa që njësia e kujdesit intenziv dhe salla e operacionit në spitalin rajonal arritën shpejt kapacitetin maksimal, u shpreh Renart. Këshilli shtetëror mori vendim që të shpallë gjendje të jashtëzakonshme nga 1 janari në orën 9 të mëngjesit. Policia theksoi se nuk ka indicje se bëhet fjalë për një sulm terrorist dhe se zjarri nuk është shkaktuar nga një mjet shpërthyes.